Thot Allah i madhëruar në Kur'an, qad aflaha men zakaha wa qad khaba men dasaha. Thot, me të vërtet kanë shpëtuar ata të cilët e kanë edukuar dhe pastruar shpirtin e tyre nga çdo njollose, nga çdo llom dhe ves i keq. O qad khaba men dasaha, desa ka humbur dhe ka dështuar ai i cili nuk është kujdes për pastrimin dhe edukimin e shpirtit. Zatën të gjithë urdhrat fetare dhe ndalesat të cilët Zoti ka caktuar për robën e tij e kanë këtë objektiv, këtë qëllim, se si duhet mu kujdes maksimalisht me pastru mbrëndësin, shpirtin, zemrën, mendjen, nga çdo dukuri e keqe, nga çdo ves negativ, të cilët e përfitojmë na me dije apo pa dije, nga rrethi që na shoqëron. Ndërsa ai i cili nuk kujdeset fare, nuk e shikon a thua vallë, i është njollos zemra dhe shpirti, po vetëm se ashtu e pranon, duke mos u munduar dhe përpiqur, ky njerë me të vërtet gjaset i ka shumë të vogla me shpëtu. Ky ajet është interesant, ka ardhur pas 11 betimeve që Zoti e përmend në kapitullin e kësaj surës. Fillim betohet Allahu në Kur'an, pasha djedhin, pasha paraditën, pas e thot pasha hënën, pasha ditën, pasha natën, betohet, deri në fund e tregon qëllimin. Ku e ka? Betohet çdo pasha këta, pasha ata, a dikush ka shpëtuar? Ai i cili e ka pastru dhe ka rregullu, e ka disiplinu shpirtin e tij. E pas edhe vazhdon të kundërtën, e le ta dije mirë, se nuk ka për të shpëtuar asnjëherë. Ka me dështuar dhe ka me humbur ai i cili nuk kujdeset për shpirtin. Kjo ndodh edhe tek njerëzit. Njerëzit kur dojnë me potencu, ata shka dojnë me shpalos para njerëzve, fillon për me ngrit çështjen madhështore duke bë beje. Pasha këta dhe ata. Ti nuk ka shansa ti me arrit sukses përderisa nuk shkon në këtë drejtim. Do me tregu rëndësinë e asaj që do me promovu dhe me sjellë si ofertë. Kështu dhe Allah i madhruar e ka përmend